Ta shohim edhe mrapa. Edhe këtu, alkanthara komplet lëkur me qepe lart. Sedila sportive këtu e bllokoj çik pamjen si puna X6, po prap këtu është më ngushtuar me lart, shefi çik. Klimën me 4 zona e ka individuale këtu mrapa edhe me ngrohje sedilet mrapa. Është pak si errët se nuk është panoramike kjo. Edhe duket pak si errësin, po vend ke, për kokën ke. Nga këto kupet SUV mund të ketë më shumë hapësirë gati sekret, a shumë mirë duket. Nuk duket keq. Ka hapësirë goxha. Po është makinë performance, ndami ka sedilet mrapa edhe këto i ka pak si më sportive se tjerat. Po vetëm 2 vende. Tash do marrim xhiro Cayenne Turbo GT-n dhe shohim a është më vërtet makina më e mirë në botë për forestradë, SUV-ja më e mirë në botë. Tash këto sekondat e para, se tash është hera parë që pes me këtë, nuk duket edhe aq e sert, që kam menu, kjo është goxha më sportive, diset e mëdhoja.